Përshëndetje. Mysafir I Periskopit sot është muzikanti, historiani dhe politikani Genc Prelvukaj. Genc, mirë se erdhe në Periskop. Mirë shkëgjej, është kënaqësi e veçantë. Nuk e di çka kështu preferu më shumë ju referu ose çka ju preferoni me u njoft më shumë si muzikant, historiana, politikan. Çka keni më shumë për zemër? Shkojmë as paret me ato më të rëndësishme, që është edhe unë e konsideroj që shkenca, të paktën sipas percepcionit tim është më e rëndësishme se të gjitha tjerat. Kështu që kam qejf të referohem si studiues I historisë. Pastaj politika dhe arti, do të thënë, janë dy nuanca të ndryshme, por besoj që secila ka peshën e vet. Historinë e keni primare. Gjithmonë e kam pasur. Studimin e historisë. Studimet e historisë, shkencën përgjithësi e kam pasur gjithmonë primare. Megjithatë jeni mjaft aktiv në politikë. Po. Unë jam antar I PDK-s që nga 2002, kështu që kam qenë I profilizuar pothuajse prej kohës kur konsiderohet njëri si I moshës të pjekun. Kam pasur detyra të rëndësishme me partisë, pavarësisht që nuk jam ekspozuar shumë. Kam qenë nënkryetari I Degës Prishtinës për një kohë, pastaj antar I Këshillit Drejtues të nivelit nacional. Kam pas një shkputje për shkak të studimeve në Zagreb, edhe ndoshta diku rreth 2 vjet prej tani kam kaluar si antar I kryesisë qendrore. Pa bo zhurmë shumë. 23 vite në PDK. Po. Më shumë llogaritni veteran në PDK. Është ajo struktura e parë që del prej Bërthamës. Do të thënë Bërthama që ka themeluar PDK-n dhe kur rritja e parë unë mendoj që I takoi asaj sfere. Por PDK-n e kam dashur ata që për atë çfarë ka përfaqësuar PDK-ja. Edhe nuk e kam pas asnjë nevojë, asnjë qëllim që më shku me kërkuar diçka prej saj. Thjesht më ka mjaftuar të qenë pjesë e një kolektivit që ka rol historik në rrjedhat e ndërtimit të shtetësisë Kosovës, çlirimit të shtetësisë Kosovës, sepse duke studiuar historinë e din se si lexohen, interpretohen dhe përkthehen disa njerëz brenda PDK-s, konkretisht themelues apo krerët e saj në një periudhë të mëvonshme. Dhe normalisht është një rrëfim I mirë që ja lën fëmijëve, nipave, mesave, që ka qenë pjesë një kolektive që ka kreditet për mëdha në aspektin kombëtar. Interesant. Në zgjedhjet e fundit ishit pjesë e garës zgjedhore, edhe ishit kandidat për deputet. Nuk arritët, edhe pse morët një numër të konsiderueshëm votave, dikun afër 15.000, nuk arritët të siguroni një ulse. Aju ka pas një kohë kaq të gjatë aktive në PDK dhe në politikë, edhe si antar I kryesisë PDK-s, dëshpëroj ky rezultat apo si e përjetuat? Jo, nuk e kam marrë me dëshpërim. Njerëz kanë mujt me pa dhe që menjëherë pas sinjaleve të para, fillimit numërimit, unë kam dalë me një reagim publik. Po, një reagim I cili më me thonë që kanë ndikuar edhe të shumë deputet tjerë me dalë, mos andaj u kriju një farë standardi, me një falenderim ndaj votuesve dhe sepse Ilir unë nuk e kam lidhur asnjëherë praninë brenda partisë me qëllime personale të ngushta. Thjesht kam konsideruar një kolektiv që pak a shumë mendojnë njësoj, derisa në kuptimin personal kam pas sfera tjera ku më thonë vetes mundesh mu realizu pa pas nevojë, do të thonë që përmes partisë, përmes kërkesës të ndonjë pozite apo ndonjë benefiti tjetër kundrejt partisë. Thjesht kam pas artin, kam pas shkencën, jam I plotësuar mandej, kështu që më ka mjaftuar të jem në parti për gjëra tjera, më shumë shpirtërore, ndoshta edhe edukative, mënyra se si edukohesh dhe rritesh. Ky rezultat normalisht pastaj njerëzit e kuptojnë si një lloj ndoshta mos arritje objektivit kundrejt pozitës në parlament, po unë konsideroj që kam arrit objektivin sepse janë 14.000 njerëz, ndoshta 14.000 njerëz që të cilët kanë besuar në cilësitë e mia, dhe kjo nuk është pak, dhe unë mendoj që është një shtresë që e ka drejtu votën drejt me, jo për ndonjë premtim adekuat, jo për banalizma që din ndonjë individ apo
bashkësi individëve me përdorë në konkurencën politike elektorale, po thjesht mbi ata që e kanë njoftë personalitetin tim, dhe kjo nuk është shifër e vogël, të ndërën. Pastaj edhe është pak 14 vjet, 14.000 veta më ta bëj tek është. Edhe me një pa ul standardin asnjëherë, sepse unë kom qenë i vetëdijshëm se nëse filloj për shembull në fushatën zgjedhore ta shpresoj debatin dal për vetes, pak filloj ndoshta sulme të brutale që nuk janë pjesë e personalitetit, hera e parë. Edhe në këtë kontekst pa u nivelin me u vlerësu për një masë të madhe të njerëzve është fitorja me parë dhe maksimale që mund me marrë për zgjedhjeve. Pastaj rrugtimi politik është i gjatë, nuk është diçka që unë kam thonë po e provoj tash që se nuk arri po shkoj, po ik. Unë mendoj që kjo cilësi e njerëzve që duan diçka jo konvencionale për politikës, hyn në garë, nëse nuk i arrin atëherë të thyhen, të rriqen, nervozohen. Po, ka pas si reagime. Qysh i keni pa këtu reagime? Me njëherë ka ndalë ditë e para me akuzu partinë që keqpërdorim të vota. Të nxitume. Unë i kom thënë edhe në reagimin publik, nuk e kom pa asnjëherë asnjë luftë të brendshme. Nuk më ka godit askush, nuk e ka marrë votën prej meje askush, nuk e kemi pa. Tash nuk di çka ka ndodhur në kampe tjera, por te unë nuk e kam pa asnjë lloj tendencë të tillë. Përkundrazi, respekt maksimal te secili njeri që e kam takuar, të strukturat e partisë. Tani kjo është edhe një lloj mësimi, sepse është hera e parë. Edhe e them më herët, ndoshta për gjendjen ku jem, elektorati PDK-s ka korrespondu më shumë me cilësitë profesionale, ndoshta jo vetëm profesionale, po edhe të fushave tjera me kandidat, edhe kom thënë që kjo nuk duhet hatërmbete, sepse 110 kandidatë, 110 nuk fitojnë asnjëherë. Edhe mendoj që madhështia e individëve të cilët marrin pjesë në garën elektorale është si e trajtojnë rastin e humbjes, do të thonë më shumë se si e trajtojnë fitoren. Kështu mendoj që kam kriju një standard të duhur, edhe nuk ky fakti që del më nga 5-6 ditë me një gjuhë pa hatërmbetje, tregon që unë e kam marrë me sportivitet, e kam pranuar tamam si e kam kuptuar si duhet garën elektorale. Po, do më thonë që ka pas një efekt pozitiv, kështu, se e kam vrejt që mas reagimit të parë, i pari që ke bërë, do thotë edhe të subjekte tjera politike, ka pas paka shumë kandidatët që kanë fitu ose kanë humbë ulsen për në parlament, e kanë pas paka shumë një falenderim për elektoratin, për... Megjithatë, vendi edhe situata globale në cilin po e shohim çdo ditë është për një në sfida në të lashe të reja. Edhe brenda grupit parlamentar të PDK-s është një, themi kështu, një mikstur e personaliteteve të ndryshme. Sa mendoni ju që ky grup parlamentar i PDK-s mundet me qenë themi kështu këmbgullës ose përballuesi këtyre sfidave, këtyre të lasheve me të cilat përballet edhe Kosova, edhe rendi global ku Kosova bën pjesë. A mundet me këtë grup parlamentar PDK-ja dhe thotë me i përballu këto sfida? Ta qartësojmë, do thotë, në listë PDK-s ka pas emra shumë të mirë për kandidat për deputat. Mirë, po një pjesë e tyre kanë mbet jashtë. Shumë profesionist, shumë ekonomist, shumë sociolog, jurist, të ndryshëm. Mirë, po fatkeqësisht një pjesë e tyre kanë mbet jashtë. Qysh e shpjegoni ju edhe a mundet ky grup parlamentar që ka hyrë në kuvent me i boll të lashe me cilat na presin? Aty ka njerëz me shumë përvojë. Dhe përvoja në jetën parlamentare do të thonë është shumë e nevojshme. Ka dhe element të ri që kanë fresku, ka disa miq që i kom pas edhe në fushat, do thënë kemi shtektu bashkë, kemi pas takime bashkë me cilët, për cilët ndaj vërtet respekt dhe mendoj që të përgatitëm profesionalisht. Tani, unë mendoj që edhe struktura parlamentare nuk është ajo që është komplet partia.
sepse nuk mund përjashtohet ndikimi, do të thënë ekspertizat, pjesëmarrja, kontributi njerëzve të cilët janë anëtarë kryesisë, por nuk janë në grupin parlamentar, masalan njerëz të tjerë të cilët janë nëpër struktura të tjera të partisë që japin kontributin e vet, qoftë në aspektin lokal, qoftë në aspektin nacional. Tani edhe një deputet i cili mund të jetë i pa përgatitur momentalisht për një sferë të caktuar, atë mund me një grup të mirë, do të thënë, qoftë në kryesisë, qoftë në strukturës së përgjithshme, atë i plotson ato informata, do të pajiset me ato informata. A kemi pas ndoshta qëllim tjetër dhe më mirë gjithmonë, sepse një mendoj që jo vetëm një kolektiv, por edhe individi nëse vetë kënaqet me arritjet momentale, atë është më shumë gabim se sa që mund të konsiderohet si progres në rrugën e tij. Edhe në këtë kontekst, unë gjithmonë mendoj që ka pasur mundësi më mirë, ka njerëz të cilët kishin plotsuar ndoshta një zbrastir eventuale që mund të qenë në grupin parlamentar tonë, po unë kam besim, unë kam thënë më herët që atë që do ta bëja, unë besoj që do ta bëjnë po ashtu mirë, ndoshta edhe më mirë kolegët e mi të cilët kanë kaluar ndaj. Edhe gjithmonë betëm në shërbim të tyre për çfarë lloj konsulti. Unë edhe kur kam punuar në Ministrinë të Kulturës, në atë kohë kemi pas raste ku kemi komunikuar me grupin tonë parlamentar, kemi pajisur me informata. Do të thënë partia nuk është vetëm grupi parlamentar, por është një kolektiv më i gjatë. Ai është vetëm një fraksion i asaj që ne e quajmë bashkësi politike. Po flasëm si grup parlamentar duke pas parasysh sfidat aktuale, po. Duke pas parasysh mundësinë që mundet me met në opozit, edhe tash kur një parti është në opozit, këtë fokusi është te grupi parlamentar. Është vërtet, sepse pasqyra e parë është ajo, kur je në opozit, kur nëse kur je në pushtet është këtë tjetër. Atëherë do të thonë vëmendjen e merr struktura ministrore. Po unë kam besim që aty ka individ të cilët do kanë aftësi intelektuale, profesionale të përballen me sfidat të cilat vetëm po i shohim. Por gjithmonë më them që ka mundur edhe më mirë. Gjatë këtyre 4 viteve të fundit, ka pas shumë vërejtje dhe kritika në punën e opozitës. Edhe sidomos fokusi ka qenë që do të thotë i ka mungu, sidomos vitet e para, një dozë agresiviteti në raport me pushtetin. A beson ti që pikrisht kjo sjellje e opozitës ka ndikuar që edhe rezultatet mos jetë më i mirë se sa tani varësisht prej kohës, ndoshta njerëzit të harrojnë që edhe kur Partia Demokratike e Kosovës ka ardhur për herë të parë në pushtet, shtresa opozitare ka pauzuar diku në 2 vjet, sepse është indërcioni që ty të shon drejt fitores, disi e hesht opozitën, është normale kjo. Edhe ne kur kemi ardhur në pushtet, kemi ardhur me 30% e majmë mend atë kohë në vitin 2007, 2008 dhe kemi themeluar qeverinë, ka pas një heshtje opozitare sepse është normale, është e pritshme sepse sapo e ke marrë verdiktin e popullit, kështu që duhet gjërat të shqetësohen. Nëse dikush ka pritur që sot një humbë zgjedhët me 50.2% dhe nese kalon agresivitet plot, atëherë është iracionale të mendohet në politikë. Realisht duhet shqetësohet dhe ke marrë mesazhin e popullit dhe duhet punohet me struktura. Pastaj shkon gradualisht duke rritur dozën. A kemi arrit 2 vjet e fundit? Kjo mbetet me u diskutuar, është e hapur për diskutim. Unë jam prej njerëzve që ndoshta i parapëlqen të dyjat. Them që PDK ka mundur ta ketë edhe shtresën që të shfaqej më agresive, por edhe në anën tjetër ta ketë shtresën e cila ofron zgjidhje. I përdor balancin mes tyre. Kjo është vërejt mungesa e kësaj do të thotë një farë koordinimi mes një për shembull strukturat e partisë me bënë opozitarizëm më agresiv të jemi se sa themi paria e partisë. Kjo kësi lloj koordinimi ka mungu. Po, unë këtu mendoj që kemi mundur më mirë, thjesht është dashur me pas anën që naturalisht i shkon, sepse unë tash po e marrim shembull vetën, unë jam edhe prej natyrës që nuk jam shumë konfliktuoz, realisht kam mujt me qenë pjesë asaj shtresës që ofron zgjidhje, eventualisht e ka një gjuhë më moderuar që korrespondon me një shtresë të popullit që e don gjuhën e moderuar politik, por në njëjtën kohë
kom qenë i tharë të ekzistencës një shtresë të jetën PDK-s që do të thënë ne kalon polarizohet, sepse vetë politika është polarizim, nuk është konsenzus. Kështu që mendoj këtu ndoshta duhet me i pa me rishiku edhe një herë rrugtimin e PDK-s për 4 vjet. Po, e sakt kjo, mirë po, ky polarizimi si duket nuk ju ka shpërbly opozitës në tërësi. Edhe si po duken gjasa që tash me këtë rezultat që ka dalë, çka po mendon ti, Genc, a mundet me u bani një qeveri e opozitës, apo prapë do ta kemi një vazhdimsi të qeverisë Kurti edhe për 4 vitet e ardhshme? Tani, sa i përket Partisë Demokratike të Sepse Kosovës, mas zgjedhjeve kemi pa që do thotë krerët të partive opozitare, deri me nën shkurti kemi qytë opozitare, se s'është korrekte tashmë më thonë opozitare, nuk kam pas ndonjë komunikim të paktën në publik, nuk është deklaruar diçka, ka pas deklarime kontradiktore, mirë po nuk ka pas diçka konkrete me unë me bisedu me këshyr qysh me gjetë një solucion. Apo beson ti që mundet me u gjetë një zgjedhje? tani, unë po kthehem pak në periudhën pak më hershme. Njerëz kur gjykojnë raport me PDK-n, si duhet të gjykojnë vetëm në kontekstin aktual. Mas të kalimit të disa sfidave. PDK është godit për disa rrethanave të cilat nuk mohan mend të jenë godit partitë politike tjera. Fillimisht është Haga që merr kryetarin e partisë dhe zaventësuesin potencial të tij. Dhe në këtë kontekst atë partia është lënduar deri në masën serioze. Pastaj ke konsumin politik për disa vite të tanë, pastaj është situata ku unë mendoj që është goditë pandershëm përmes dezinformatave, propagandës në konsistencë për vitet tona dhe këto rrethana, fitoria e parë e PDK-s ka qenë mbajtja e homogenitetit. Mos harrojmë që ka pasur një lëvizje autonome për PDK-s, që ka pasur një shpartallimin e PDK-s, edhe është i kaluar si rasti i nismës në fazat të mëhershme. Tani përballë gjithë këtyre sfidave, fitoria e parë PDK-s ka qenë, do të thënë, mbajtja si një trup i vetëm dhe homogjen, edhe me tregu më një herë që është një parti serioze që nuk rrëzohet. Dhe këta kemi bërë me zgjedhjet lokale, ku kthehemi, do të thënë, është për i hinit, simbolikisht, me thanë, edhe shënom rezultatet të cilët për disa njerëz ka qenë shokuese. Dhe tani PDK-ja e ka forcuar atë unitetin brenda, nuk shifet asnjë si parti që ka thyrje brenda, dhe në kontekstin e formimit të qeverisë hyn si trup homogen. Do të thonë çdo lloj diskutimi hyn si trup homogen, derisa në pjesë tjera, në parti tjera opozitare, duket se nuk është. E kemi rastet në zhvillimeve të fundit me anal LDK-s që duket se ka një përplasje mes dy fraksioneve, por edhe disa informata që vijnë për taborit të koalicionit të nismës me AK-n. Tani, po të varrej për PDK-s, ne do e kishim zgjidhur më një herë dhe uroj ta kemi mirë kuptim edhe në parti tjera, por mendoj që problemi është te dy parti tjera opozitare dhe jo te Partia Demokratike e Kosovës. Megjithatë jam optimist që në fund ditës, duke ditë për me çka përballet vendi, çfarë rreziqe ka, duke filluar nga, si më thon, pothuajse rrënimi i standardit normal të jetesës, deri te çdo gjë tjetër, do të thënë realisht kemi çalime në diplomaci, në ekonomi, në raportet me faktorin shqiptar, në tjera. E shumë probleme që na i ballafaqohemi çdo ditë, mendoj që është emergjencë kombëtare, një qeveri e cila për një moment do t'i lejë ato ndasit dhe të unifikohet, edhe këtu konkretisht referohem bllokut opozitar, me shpresën që një zgjidhje do të bëhet deri në fund. Kemi edhe njerë të çështja e zgjedhjes së kandidatëve për deputet. Do të thotë kemi pa na gjatë këtyre zgjedhjeve që emra të caktuar, sidomos të partisë vetëvendosje, edhe pse kanë qenë të përfolur për afera të ndryshme, jo vetëm të përfolur, por edhe është dokumentuar që janë të përfshirë në afera të ndryshme, megjithatë kanë arritur me marrë 10 mijëra vota. Si e shpjegon Genci këto? Do thotë, çish ka mundësi, do thotë, dikujt i del një skandal, përfolet, edhe i dokumentohet ajo përfolje, edhe prap arrin me marrë 80.000, 100.000 vota. Si shpjegohet kjo?
E di si, unë realisht atë komplet kolektivin për cilin flasim, do të thënë Partinë për Vendosje, e shoh një kolektiv të përbërë për disa elemente që në raste normale nuk mundën me korrespondu me njën tjetrin. Disi është një basi politike që më shumë udhëheqet nga urrëtia mbjellur me kohë ndaj fraksioneve tjera politike se sa ndaj racionalitetit. Në këto raste, normalisht edhe individ të tillë do të marrin vota, sepse ndoshta një pjesë e elektoratit tyre është edukuar me kohën apo stimuluar me mendu, do të thënë me pas një besueshmëri të verbër ndaj partisë politike narrative të tyre. A besueshmëri kjo, a e ka bazë urrëtin? Një urrëti unë po e marr shembull. Konservuar çmoti. Unë mendoj që është me kohën. Thjesht ato çfarë na e kemi pa, si jemi trajtuar, do të thonë edhe si kundërshtar politik, e kupton që ka mlef edhe urrëti të mbjellur, do të thonë edhe që nuk e kupton bazën, nuk e kupton bërthamën, nuk e kupton arsyeën e ekzistencës asaj urrëti ndaj njerëzve që mendojnë ndryshe. Dhe kjo mendoj që ka një pasojë tjetër më të madhe sociale, sepse kur ti të neverit urrëtia ndaj bënimit të ndryshe, atëherë ose hajde po marrim të në gjuhën më të popullit, më të rrafsht. Nëse ti po të mos kishte instrumente ndëshkuese shteti, do e shqyje një njeri për mendimin politik të kundër, atë si mund të jesh tolerant apo hajde liberal ndaj familjes, ndaj mendimeve ndryshme familje, në shoqëni. Kështu që njëherë të mbillet urrëtia ose e pranon si fenomen qoftë politike, por unë mendoj që shumica absolute të njerëzve nuk e lokalizojnë vetëm politikë, por e manifestojnë kudo tjetër. Dhe kjo mas e problemit politik ka lënë problem social. Dhe kjo është akoma më rëndë se sa ata që ndoshta mund e lokalizojmë si problem brenda një basie politike. Kështu që mundë që Vendosja kalon një gjumë të keqe, kalon një trashëgimi goxha të rrezikshme edhe në masën e gjithë popullore, sepse një ditë për ditë ajo parti mund ta hupë elektoratin, mirë po disa specifika të dhunës mund mbeten dhe ne të ballafaqohet me asaj shoqërie më të mënyrë të përditshme. Ma janë të shërueshme këto pasojë sipas jush. Normalisht po duhet i kalon në shoqërinë tonë, i kalon vetë Vendosjes, sidomos polarizim, armiqësimi i skajshëm i shoqërisë. Edhe kjo kur polarizimi i skajshëm i shoqërisë mbi baza domethënë të mendimit të ndryshëm, kjo e rikthen në vëmendje apo forcion edhe kultin e individit, sepse ti kur nuk i bindesh me argumentet, thjesht kur nuk i bindesh argumentit, atëherë si nesër mundet një djalë i ri apo një vajzë e re me pas sukses në ndërmarrësi, në shkollim, etj, kur nuk dorëzohet para argumenteve. Edhe ky është problemi kryesor ndoshta politik në viteve të fundit të Kosovë, që sado që prezanton argumente nuk i bindën argumentet që janë stimuluar për me refuzuar argumentin. Edhe për këtë arsye sado argumente ofrojmë ndaj këtyre njerëzve, atëherë pra ka më shku 50.000, 60.000, 70.000 njerëz me votu, sepse refuzon argumentet që shoqëria civile, gazetarët, analistët, opozita. A duket ty që është edhe një fenomen global kjo, pak a shumë? Nuk është vetëm në shoqërinë tonë, do të thotë, që i ki sot për shembull nëpër botë shumë, nëpër mediat, nëpër rrjetet sociale, do të thotë numri i madh i njerëzve të cilët nuk ka argument që i bin për diçka, do të thotë sot është grupi i njerëzve të cilët besojnë që toka është e rrafsht, është kaq i madh që është e pabesueshme, do të thotë. Du me të argumentuar në një kontekst tjetër këta. Po të argumentoj në kontekstin ballkanik, edhe në shkencën e historisë. Gjatë do të thënë përditshmërisë, në rrjetet sociale, sheh shumë postime të njerëzve të cilët kufit e shtridhës shqiptarëve i kapi prej Siberisë deri në Itali atje poshtë. Edhe ti shqetësohesh për një moment, aty ku kemi përfunduar si shkencë, si familje, si edukatë, si shkollim e tjera. Por në njëjtën kohë kur fillon me i konsultu pak edhe popujt tjerë, e kupton e tjetër gjë. Që për shembull diku e pash në një studiuese serbe çante pse serbët e kanë humbur në kontekstin historik Kinën dhe Egjiptin. Kështu që kjo është e vërtetë, është një lloj krize, po Kinën dhe Egjiptin çante. Po ashtu për shembull i shef në diskutimet që bën për shoqërisë greke, pak a shumë të njëjta specifika janë. Dhe kjo është këtë cilësive të popujt e Ballkanit më shumë e theksuar apo tani unë nuk kam pas raste me diçka po marrim shembull në këtë dimension në Spanjë apo në Portugali. Mirë, po Ballkani është tipik. Megjithatë janë disa popull ballkanik të cilët
për një moment kanë dhënë informata që mund të jenë pak më ndryshe, po kohëve të fundit e kupton që është e njëjta kokë. Edhe të njëjtat sfida, të njëjtat probleme. Kështu që pajtohem, pajtohem ato që mund të jetë edhe një sfidë pak më e gjanë, ndoshta globale, por që rënimin më të madh ajo sfidë ja bën popujve të cilët do të thonë nuk kanë qenë. E shohim na për shembull që pa dalë jashtë kufive të Kosovës, ne shohim do thotë me që edhe ju jeni fushës e historisë, e shohim çfarë libra publikohen sot, pa asnjë referencë kredibile, pa do të thotë komplet gjen libra të historisë, ku në fund nuk e gjen asnjë bibliografi, asnjë referencë kredibile, kështu që është këtë hamendësime të autorit, edhe ato merren si shumë të besueshme prej. Tani, këtu hyn edhe një sqarim shtesë, se për shembull po marrim emigracionin e Ballkanit në drejt vendeve të Evropës. Është një logjikë atje, edhe pse jetojnë 30-40 vjet, kështu që diçka po çalon, edhe mendoj që është problem global, për me mbyll atë gjë që e nisëm më herët. Derisa sa i përket historisë, po normalisht që kemi shkenca ballafaqohet me një krizë të madhe, shkaku që nuk ka më disi cenzurës duhet ketë, e kupton, por një kontroll apo një që vjen përmes edukimit një fill, jo për kontroll fizike përmes organeve ndëshkuese. Që shumë njerëz më shumë shkruajnë në kontekstin e historisë atë çka i pëlqen popullit se sa atë që është vërtet. Dhe këtu masaj vjen një problem tjetër. Bëni farë historie për turmë, veç bëja qefi. Pikërisht, po kjo na dëmton pastaj sepse një studius racional i huaj që mund të jetë gjerman, italian, amerikan, anglez, kur vjen e konsulton literaturën tonë, kush i garanton që bën literaturë racionale, kur raporti mund të jetë 1/900. Dhe në momentet që konsulton literaturë të tilla, ai trembet për shkencën shqiptare dhe fillon historinë e Ballkanit, eventualisht historinë e vendeve shqiptare me ndërtu me narrativë apo me literaturë. Po, vërtet. Të vendeve fshinje, edhe që na peshohen për shembull çka po ndodh në tribunalin e Hagës, për shembull që është për keqare, do të thotë shumë persona që kanë shkruar libra për periudhën e fundit të luftës së Kosovës, periudhën e UÇK-s dhe çlirimin nga Serbia, do të thotë sot po dalin para tribunalit, po thonë jo e kemi egzageruar. Tash do të thotë kujt me i besu. Tani unë po pa dash konkretisht me u fokusu të ndonjë prej tyre se ka. E patëm sfundi një dëshmitar që për librin e vet tha ka pas egzagerime, do të thotë. Po ndërgjë kjo çështja është kur shkenca kur më shumë të goditet për protagonizmit politik. Do të thënë në momentin që disa njerëz që kanë qenë ndoshta në rrjedha historike, fillojnë me shkruajt për në vetën e parë atë normalisht që nuk mund çlirohen për tendencës për protagonizëm. Domethënë, për këtë arsye ndoshta botimet apo literatura më racionale historike është kur kalon një kohë, kur njerëz ajo stres, të cilin nuk jeton më, nuk jetojnë edhe ndoshta fëmijët, edhe atë çlirohesh dhe fillon të pasqyrosh edhe disa gjëra që ndoshta nuk na shkojnë favor. Kështu që është një sfidë që ka ardhur na, por ka qenë e dukshme edhe në vende tjera. Për shembull, në kohën pas vitit 1945, Shqipëria e ka pas të njëjtën situatë. Pastaj Jugosllavia ka pas të njëjtën situatë, ku njerëz kanë shkruajtur për luftën e dytë botërore duke qenë protagonist vetë, dhe aty shohim shumë subjektivizëm. Dhe sot kur po që si kthehesh asaj temës, e trajton shumë fish më ndryshe, edhe fillon disa mite të binë. Kështu që edhe këta që sot do të shkruajnë tema historike, me të paçliruar prej subjektivizmit, duhet ta dinë që veprat e tyre i ndështrohen në rishikimit të brezave të tjerë dhe mund devalvohen komplet. Kështu që nuk çka është esenca, domethënë me prodhimi vepra të tilla. Kështu që në aspektin shkencor jam kategorik, domethënë i kastruar, po thuaj se komplet prej emocionit të subjektivizmit, që ku bë pak me veten, ose po ndroj profil, ose po e trajtoj historinë mbi baza shumë racionale, pa egzageruar asnjë gjë.
dhe duke e vënë ndryshim. Edhe realisht unë edhe në punimet e mia shkencore botume gjithmonë e shef ato me shumë mundësi, ka mundësi, sepse ti nuk mundesh me fol me absolutizëm për diçka që ka ndodhur para 700 vjetëve. Dhe kjo respektohet më shumë në shkencë. Po jemi të sigurt që ka ndodhur para 10 vjetë. Pikërisht. Dhe unë në momentin që e konsultoj një libër, i cili flet me siguri të plot për një periudhë shumë që ka në retrospektivë që kthehet shumë në kohë, atëherë marr me shumë dyshim edhe nuk e përdori si referencë. Si historian, po edhe si politikan aktiv, ku e kishe vendosur qeverisjen 4 vjeçare të Albin Kurtit, për shembull në një distancë kohore? A i shkon e vërejtshme kjo, apo çu e kishe përshkruar si historian? Si historian. Po. A i shenu diku na kish lënë shaj kjo periudhë? Që është shumë e shkurt për histori, 4 vjetë janë të pavrejtshëm, është një pikë në... Po, disi... Se nuk është që ky pushtet nuk e ka pas tendencën pak për një farë protagonizmi historik, për një farë kthejse të madhe vendit me abo, për me fut vendin në një nivel tjetër. Problemi kryesor është që i krejot aktual qeverisë është që nuk e kupton që ata që i ka sulmuar konsistencën personalitete historike. Dhe ky është personalitet politik. Njerëz të marrin mend, ndoshta 1% e popullsisë marrin mend Bayram Kusumin si kryeminist. Sepse figurat politike... Ose për shembull, Hakim Qekun e marrin mend si ushtarak, po si kryeminist nuk e marrin mend kërkush, po. E mos flasim për shembull që një 4-5 kryeministra të Shqipërisë, do të thënë mas Ismail Qemali që nuk ditë ekzistenca e tyre në masë, në publik. Kështu që sa më herët ta kuptoj kryeministri aktual, aq më mirë i ka punë. Derisa njerëz të cilët si Zoti Thaçi, Veseli, po edhe Haradina, këta kanë personalitet historike dhe nuk konkurron dot me ta në kuptimin historik. Edhe këtu mendoj që e kanë gatërisën kryesore. Për këtë arsye ndoshta në sulmu kanë provuar me një lloj narrative në tyre të tjera. Nuk fiton kredite politike në atë mënyrë, as kredite historike në atë mënyrë. Duhet më pajtu secili prej nesh pavarësisht. Unë nëse kudo që jem në politikë, unë di që jam për me kry detyrën time dhe nuk mundem me u faktorizu, do të thënë në mënyrë të barabartë as të përafërt me ata njerëz që kanë kontribuar në shlerimin e vendit. Dhe në vendin, në kontekstin historik, kjo qeveri mundët mu përmend vetëm si një qeveri që ka drejtu vendin për një periudhë caktuar me kohore, derisa në kuptim më të ngushtë, atëherë do të matën rezultatet. Dhe cilat janë ato që na i masim rezultatet e kësaj qeverie. Për shembull, që se flasim për forcimin e subjektivitetit në kuptimin ndërkombëtar, atë nuk e kemi asnjë njohje. Dhe diku do shënohet, është qeveria e parë që nuk ka sjell asnjë njohje. Derisa kemi tash rastin ku një personalitet i cili nuk ka fuqi politike si Zoti Pasolli e banalizon krejt diplomacinë, lobimin e qeverisë për 5 vjet. Kjo do të thotë që nuk është shkaku, njohjet nuk kanë ardhur shkaku i rrethanave të komplikuara apo ndërlikuara botërore të tjera, por është mungesë të angazhimit dhe inkompetencës. Edhe këto historia e shënon. Tani, edhe raport me këto shifrat ekonomike. Që se dikush do të studioj, për shembull, historinë e ekonomisë të Kosovës, atë këto shifra do të shkruhen. Do të shkruhet regresi, do të thënë ulja e standardit e tjera. Kështu në komputimin historik asnjë gjë nuk është në favor. Tani njerëz që e simpatizojnë partinë në pushtet shpesh merren me temën e veriut. Realisht banalisht duke cilësuar si çlirim e tjera. Derisa historia trajton ndryshe. Historia trajton kush e largoi forcën kryesore për asaj. Që ti me pas mundësi me një departament apo me një anjësi të policisë me ushtru kontroll. Sepse po të ishte ndryshe, do të thënë atë do kishte problem shumë më të madh se historia nuk e njeh veprën madhore. Do të thënë, po e marrim shembull. Nëse flitet për urën sot, historia njeh kush i ka hap të gjitha urat tjera. Nëse nihet për një departament policor për ushtrimin e kontrollës, historia njeh të kundërtën atë që e ka mundsuar që shteti të hyjë andaj. Të hyjë kaq lehtësisht. E kupton lehtësisht. Meqenëse historia punon ndryshe. Tani sentimenti momental i njerëzve për shkak të ngarkesës politike që e kanë, na jep shumë narrativa të çuditshme. Por historia nuk e njehet. Në kontekstin historik e qeverisë mund të klasifikohet si një prej qeverive më të vobekta
më të pa rezultat që kemi pas në njerë. Dje, këto ditë pam të thotë edhe një bisedim të kryeministit Kurti me 2 komedian rus. Edhe kryeministri i Kosovës kishte rrobë prej asoj gratke. Edhe unë besoj që prej asoj gratke mundet me ra gjithkush. Është një lëshim i protokollit sigurisë edhe këto, edhe ka arrit me debatu direkt me fol me kryeministrin e një vendit, sepse ata 2 personazhet komedianet rus kanë bë gjëra të tilla me personalitete dhe politikanë të njohur edhe më herët. Mirë, po për mendimin tim që ke shqetësuar se përmbajtja e gjuhës edhe mënyra që flet kryeministri i Kosovës me një kryeministër të një antari të një shteti antar të BE-s. Për mua kjo ke ma shqetësuese. Qysh e keni pa ju këtë? A di se unë ndëgjova me kujdes atë punë dhe unë një mjethtar që problemet të mrenshme, do thënë politike, nuk guxon të ekspozohen, do thënë forcave të cilat nuk kanë ndikim. Pse ai zell, do thotë me u rrëfy para kryeministrit të Letonisë. Pikrisht në formë indirekte e thash edhe unë. Dëgja, ka raste politika kur disa gjëra duhet të diskutosh me dikë, me ndonjë forcë madhore. Po është me forcë madhore që ka ndikim në politikën e përditshme apo e keni lojalati. Të diskutosh problemet të mrenshme, duke ekspozu gjëra banale, do të thënë të një shtet që nuk ka relevancë, do të thënë nuk varesh në formë drejt për drejt e tij. Shembull fjalia mes tjera është edhe një oligark që ka një televizion ka luftuar. Kjo ka një nivel shumë i papranueshëm, do të thënë nivel i frikshëm që nuk e shef asnjë vend tjetër. Të thashë më herët, ose do një takim, po e marim shemë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani disa problemet më nështë nështë edhe diskuton, se e ke alat, do të ke shtektu deri këtu, ke arrit perspektiva, në shpozesimet, sepse në fund ditës është ai i cili mund të ofrojë një ndihmë të caktuar, dhe disa problemet të nështë, të diskutosh me kryeministrët Letonisë, ku Letonia nuk e ka asnjë lloj ndihimi në Kosovë, ose e ka ndonjë periferik përmes instancave të BE-s, atër kjo është e papranueshme. Realisht unë mendoj që nuk guxon të ekspozosh problemet politike, sidomos në këto rrethana pa nevojë as vendit, sepse pastaj ato kesh përdorën, lënë shije shumë të keqe dhe sidomos kjo gjuha, niveli i komunikimit është i frikshëm, sepse ajo mund të jetë vetëm një sinjal, një lloj frike çka mund këtë folur ose diskutuar, do të thonë në takime tjera. Dhe sepse që e them më herët, kjo prej mund bie secili. Por po të kishte rënë prej, dhe do të kishte diskutu, hajde, në tojza me homologun në supozum, ta kishte bëni bisedë të ngritur intelektualisht, politikisht, kjo nuk do të thejë skandal asnjëherë. Realisht do mendoj që kjo do të kthejë në neveri, do thënë pse është godit ndoshta një institucion i shtetit Kosovës. Edhe ndoshta nuk ishim tentuar me përfitu po jena politika askush, ose me trajtu, do të thënë publikisht, do të thënë dëm të kurtit. Mirë, po përbajtja, kjo është e frikshme. Përbajtja është shqetësuese. Frikshme, sepse në fund ditës ajo është pjesë e diplomacisë, dhe nëse diplomacia jo ka rënë në këtë nivel, në rrethanat që punë globale që ndryshojnë prej ditës së ditë, që dhe Ballkani nuk mundet me met i paprekun, atër është e frikshme, sepse supozon se cili njeri që mund të ketë një dëm të madh të bën. Që unë hajde mos të shprehem në terma pak më të papranueshëm, unë ndjeva plot turp. E dhëmshme, e vërtet, e dhëmshme. Edhe unë jam një keq kur e kam dëgju, bile në fillim me refuzova me dëgju, se paka shumë më isha me marrë me mend çka ka ndodhur aty. Mirë, po 10 minuta dhe arsyetimi i qeverisë ke masandej. Ajo ke edhe më skandaloze. Trashë gabimit. Po, do të thotë se na e dim që nëse ka ardhur ndonjë urim përfitore në zgjedhjen në shkullet të vetëvendosjes, partia në deri sot në pushtet me s'ka prit
tamtamet me i reperat urim, po nuk kemi dëgju diçka në urim i veçantë që ka ardhur. Edhe nëse po vjen po telefonon dikush për një urim, pse po desh ka 10 minuta, ti më jep serimi atyre në një që të ka thirrë dikush për urim. Dëgjoj, edhe mshme, vërtet. Diku ishte edhe një moment tjetër që më pengoi është që fliste për politika të mëdha botërore pa e ditur, do të thonë çfarë lloj shteti me çfarë lloj demografie përfaqëson. Edhe këto lidhet me atë thënien e Escobarit ku thotë që nuk mundet një popull për 1,5 milion banorëve ta diktoj geopolitikën. Dhe kjo korrespondon tash me ato. Fliste prej strukturës të largët atje në Afganistan deri te gjithçka tjetër, një vend që realisht do duhet të shikojë vetë punën kështu. Pse se nuk je në pozitë fillimisht shtetore, do të demografike. Pse duhesh me fol për atë? Dgjoj, po që se diskuton, po e marrim shembull kryeministri i Francës, edhe i takon se është një prej fuqive, do të thonë globale, apo Britania, apo Amerika, janë tema të cilat rrahen pe këtyre zyrave kancelarive, por ti ta mendosh vetën që je kompetent, ti diskutosh ato tema para shteteve të mëdha, kjo tregon që ke një krizë të madhe të percepcionit të vendit të qoftë në politikën rajonale, po mos flasim do të thonë më gjatë. A mund bëhet, a mund të jetë rast i një deluzioni, e di se unë mendoj që një deler i madhështisë, një ndoshta edhe mitomania, ku njeriu krijon, do të thonë, një narrativ vetën e beson verbrisht. Duke anashkalu faktin që je një faktor totalisht i parëndësishëm për zhvillimet globale, ku ti fillon me mendu që ka vlerë mendimi yt, ka vlerë percepcion yt, dhe mund dëgjohesh, se nuk e kemi vetëm këtë rast, kemi raste kur në për takimet e para diku në 2021 apo 2022 në zyrët apo në takimet brenda Evropës, ku te i kalon ato diskutimet që i takojnë i vendit vogël. Kështu që unë mendoj Po shpesh ka jap leksione liderëve botëror për historinë e tyre. Është shqetësuese se i irriton. Atë si është kjo punë, njerëz t'ja u thirrsojnë ndoshta edhe shikuesve. Për shembull, një kompani që i ka 1000 punëtorë. Dhe imagjinoni për shembull të vi dikush që është ndoshta në kuptimin e rrogës apo ndikimit në atë biznes minimal. Ndoshta dikush te porta dhe t'i jap leksione atij që e drejton komplet kompaninë. Ose në aspektin politik, për shembull imantari i kryesisë. Ne normalisht që kemi nevojë për mendime, po jo me na leksion apo me na mendim. Këto sjelljet e fundit dikush për instancave poshtë të kurtit, edhe sjelljet gjatë komplet mandatit të tij, edhe i kemi po këtë pasojat në ekonomi, në diplomaci, në gjithçka, në secilin aspekt në vend. A ishte desh me konë, po kthehemi edhe një herë te kjo tema e mundësisë bërjes një qeveri, a ishte desh me konë një alarm edhe për partitë opozitore, që bëjqujmë opozitore, pa të drejtë se janë opozitore sot, a ishte desh me konë një alarm që ato me gjithë një gjutë përbashkët, me heq dorë prej egove personale, edhe me përmes një konsensusi me kriju një qeveri ku me shkput këtë qeveri si 4 vjeqare, 5 vjeqare, po thuajse. Dëgjoj, po na kemi vesh pak me dal mbi. Po dëgjoj, në kontekstin retrospektiv na kemi dhënë kështu shembuj. Edhe në rastin e shpallës pavarësisë Kosovës edhe personalisht mund duket që është më urgjente situatë. Po pikërisht, jo, do të thonë që në momentin kur njerëzit kanë lënë ato interesat e ngushta personale dhe ju kanë nënshtruar një nevojë nacionale prej 99-s, për shembull deri në 2008, 19, 11, ne kemi pas rezultate progresive, do të thonë. Dhe në këtë kontekst, a nuk është shembull adekuat që duhesh në çfarë lloj krize me një njëjtën shembull. Dhe unë jam shumë pro asaj që me trajtu si emergjencë nacionale që bloku opozitar me formu qeverinë e Republikës Kosovës dhe me spostu këtë strukturë e cila tërësisht duket inkompetente për pozitën, edhe në fakt është e pavetëdijshme mbi rrezikët që vijnë nga një avanturë e tillë politike se që kemi pa për 5 vjet. Të kthehemi pak te profesioni yt primar i historianit.
Si historian, këndë vlerësoni për historianëve shqiptarë kështu, këndë që mëni më shumë? Tani, e ke fjallë në ata që sjetojnë ma, apo të që në aktualisht? Do shta ki ma letë me pull për ata që sjetojnë. Është Selami Pulaha, është një për autoriteteve të mëdha shkencore të ne. Ka bë një punë shumë të mirë, sidomos me Vexhibu Haran, duket, për këtimin e defterit Sanxhakut të Shkodrës me 1485, ku nxjerrën dhëna goxha interesante për shtrirjen e shqiptarëve. Pastaj ka disa punime për popullsinë e Kosovës dhe shumë punime tjera racionale. Pastaj është Injat Zamputi, një italian me origjinë, por i naturalizuar, i cili ka mbledh ndoshta me mira dokumente arkivore, qoftë për atyre që kanë qenë të botuara nga Simon Lubic, që është kroat në Kroaci, apo Radonici, diçka për Skënderbeun që ka, por edhe gjëra që i ka gjetë vetëm, që ato mburime dokumentare të mundën sakta, është referenca kryesore në shkencë. Injat Zamputi. Pastaj janë historian apo edhe arkeolog, ka shumë, të cilët shumë Hasan Ceka, Kristof Rashri në periudhën ka pru diçka të re në shkencë në periudhën e mesjetës, derisa në raport me ballin kombëtar dhe luftën e dytë botërore është pikërisht ajo që diskutu më herët, se ka qenë vetë i përfshim në radhat partizane dhe punën si objektivizëm, por në aspektin e mesjetës është interesant. Është Alex Buda, një prej studiuesve jashtëzakonisht të sakt të ne. Pastaj vim tek koka e të gjithë shkencës shqiptare, që është Ekrem Çabej. Do të thënë, pavarësisht që ai ka qenë lingvist, por lingvistika apo gjuhësia është një prej shkencave që vihet të ndihmë më shumë se çdo shkencë tjetër historisë. Sepse përmes saj përcillet. Në Kosovë më tha asnjë emër. Në Kosovë ka qenë Muhamet Tërnava, i cili ka qenë një historian jashtëzakonisht i mirë, por ka pas normalisht kufizime edhe prej pushtetit, se Kosova ka pas edhe këtë problem. Pastaj në fillimet e veta Skënderizaj është një vepër që ka pas për Kosovën, do të thënë në shtekujt e fundit në sjetës, për të ardhur në Kosovë të Jaja Drançolli, i cili është autoritet në studimet mesjetare, goxha e përgatitur që gëzon renome edhe për të kufive tonë, dhe sa në Shqipërinë Plum Xhufi është një prej studiuesve të përgatitur dhe që njihet si autoritet, dhe prej studiuesve që vijnë prej etnive tjera. Tani, secili studiuesi ka dhe gabimet e veta, lëshimet, që kjo është bukuria e shkencës, njëri e rikuperon tjetrin, e korrekton tjetrin, por unë mendoj që këta që i përmenda janë ata që unë jam konsultuar dhe pra të tyre, pa përjashtu raste kur pa përjashtu dhe emra të tjerë, të cilët në sfera apo në kohë të ndryshme që unë s'kam pas nevojën për shkak se i takoj për studime dhe kryesisht mesjetare. Tani ka studiues jashtëzakonisht mirë që i takojnë antikës, ka arkeologë të cilët i takojnë, do të thënë, merren me punë goxha të komplikuara. Në Kosovë është një prej arkeologëve që unë e veçoj edhe respektoj, është Nasser Ferri. Por, thash edhe më herët, kjo nuk është i gjithë komuniteti që meriton respekt në shkencë, por ata njerëz të cilët janë dashur referencat e tyre për studimet e mia që kryesisht kanë bëjë me mesjetën, eventualisht arkeologët, shkaku i numizmatikës apo shkaku i studimeve të kështjellave tjera, do të thënë të duhet si referencë, sepse ka historian besoj që edhe të shekullit 18-19 që bëjnë punë të mirë. Muzikën e keni lënë anësh apo? Muzikën e kam pauzuar për një kohë, me mundësi të ndërprerjes të përhershme. Tani unë kam punuar edhe në studje me vitet tona si producent, si tekstëgjues, kompozitor, edhe kur i ke ato mundësi, atëherë është e qartë që ke shumë material të prodhuar. Tani në arkivin
I kam dikon rreth afër 150 këngë që nuk janë publikuar asnjëherë për 25-6 vite punë. Dhe me qenë se pothuajse të përfunduar, atë kam vendosur me lëshu pak, po gjithmonë me ashujt e në këtë vitin e prodhimit, për shembull, këngë 2008, 2007, 2015, 2012, por mos më mendu njerëz që jam kthy në kompeticion apo jam kthy në tendencën që të tregut ose diçka tjetër. Unë ashtu kështu edhe para se me shpall pauzën, kom komuniku me publikun dhe kom thonë që unë nuk jam më kompetitiv. Këtë është e bëj se mendoj që do të më jap një falë sigurie ekonomike në studimet e mia, edhe thjesht ndonjëherë të marr malli për me bë diçka ndryshe. Jens, faleminderit për kohën. Faleminderit për ju për ftesën. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është e imi.